Të dashur shqiptar, a e dini ju që të gjitha veprat e Shakespeare-it janë mbështetur mbi tragjeditë të shkruara për Ilirët. Në veprat e Shakespeare-it, unë kam mësuar më shumë për Ilirët se sa nga Enciklopedia Britanike. Më shumë se sa fjalori Hezikusit të Aleksandris dhe më shumë se sa fjalori Stefanusit të Bizantit. Pra si ka mundësi që Shakespeare të dinte më shumë për Ilirët se sa autorët më të mirë të Bizantit. Dhe arsyeja është e thjeshtë. Shakespeare nuk ishte një autor, por ishin të gjithë autorët e rilindjes së Mbretërisë së Bashkuar. Veprat e Shakespeare-it janë shkruar nga disa autorë dhe është provuar kjo nga inteligjenca kompjuterike. Po ashtu është provuar që shumica e fjalëve që ne përdorim në anglisht, por dhe në shqip, janë me origjinë nga gjuha greke. Dhe një nga këto fjalë është fjala skelet. Vjen nga greqishtja e vjetër ose ilirishtja skeletes. Dhe skeleton është neutri, skeletos është gjinia mashkullore. Është një lloj si fjala brindos, fjala brini që kemi ne, është fjalë ilire Helene, brini. Brindisi, vendi i bririt të drerit, është vendi i mesapëve, ilir që flisin greqisht, dhe këtë unë e kam mësuar nga Plini i Vjetër. Ai thoshte që fiset ja pyge flasin graja, dialekti graja është dialekti grek, grua e vjetër Demetra. Pelasgia, pelagri, koka e Demetrës që i pritet në botën e nëndheshme dhe zëvendësohet me kokën e Peles së zezë ose Peles gri. Peloponesos është gadishulli i Pelopsit që do thot Pelos, gri, ops i thon fytyrës, fytyr gri, ishte përfaqësuesi i forcave të vdekjes, Pelopsi. Skotousa, errësira e vdekjes, është kryeqyteti i Pellazgëve që nderonin perënditë e nën tokës. Buthroton nuk do të thot lope plagosur, siç mendonin grekët, do të thot banor i ishullit Buthros. Dhe Butrinti ka qenë ishull dhe ka qenë monumenti më i madh i antikitetit për perëndinë e vdekjes. Butrinti. Buthros ishte një mur i ngritur i rrethuar për të nderuar të vdekurit dhe aty hidheshin ëmbëlsira, derdhej mjalt, qumësht dhe kishte një çezmë ujë që të pinin të vdekurit dhe unë këtë kam mësuar nga Odisea, që studja e etimologjisë nuk e ka lexuar. Ajo ka lexuar vetëm Iliadën të përkthyer keq në shqip, jo në greqisht, në origjinal. Pra fjala skeleton është skeletes. Dhe vjen nga skelo, që do të thot thaj, kockat, përse do thoni ju? Helenët i bënin të vdekurit mumie dhe këtë e mësuan nga egjiptianët. Në fakt të gjithë indo-europianët i kthenin të vdekurit në mumie. Nga dim në këtë, tokarianët i kanë kthyer të vdekurit në mumie. Ishte një fis shumë i ngjashëm që fliste një gjuhë shumë të ngjashme me shqipen, që ta dini, të shikoni filmat e mi, do ta shikoni që gjuha tokariane është e ngjashme me shqipen. Dhe mumjet e tyre janë gjetur në shkret të tjera të Kinës. Aq larg kanë shkuar indo-europianët. Pra janë përhapur nga Azia e vogël për në Europë dhe për në Azi. Kanë pushtuar dhe Afrikën e Veriut, edhe Egjiptin, indo-europianët. Tani, fjala skeleton në Shqip do t'ishte heleton. Ju betohem, sepse skëja në greqisht ka dhënë h nistore në Shqip. Skanda do thot lamp në gjuhën sanskrite dhe në gjuhën ilire, se ka një origjinë përbashkët, dhe është bërë hana në Shqip. Hona në gjuhën e jevgjive. Jevgjit janë vëllezërit tanë, që ta dini, dhe unë i dua shumë me gjithë zemër.
Fjala greke skia është në shqip hia. Hie. Skëja ka dhënë hë nistore. Dhe kjo ndodh vetëm në gjuhën shqipe. Ju betohem. Dhe tani, në qoftë se ju doni të krijoni fjalë shqipe origjinale, duhet të shfrytëzoni ligjet fonetike të shqipes. Pra skeleti në gjuhën shqipe do të ishte heleti, heleton. Është një neologjizëm fantastik që unë e kam nxjerr mbështetur në ligjet fonetike të fjalëve në shqip. Fjala skia në shqip hia, fjala skanda, lampa, ka krijuar hana në shqip dhe në gjuhën evgjite. Të dashur shqiptar, mua më duan kaq shumë, sa që kanë ndryshuar dritat, siç e shikoni, në sallë vetëm për mua që unë të regjistroj filma. Dhe me thënë, a ka sakrificë më të madhe për të bërë për një mësues nga Shqipëria? A do e bënte këtë një drejtor shkolle në Shqipëri? Që do ndryshonte klasën në mënyrë që mësuesi i tij i shquar të bënte filma për origjinën e saktë të fjalëve të një kombi tjetër. Pra mendo sikur të vinë në Shqipëri një djalë nga Italia dhe të bëj filma për origjinën latine të fjalëve italiane dhe drejtori i shkollës në Shqipëri t'ia krijoi kushtet atij për të krijuar këto filma. Kaq shumë më duan mua. Të huajt. Familja ime ma ka ndaluar që unë të dal në Instagram. Kaq negativ është ndikimi i turbo-albanëve në Shqipëri. Akademikët në Shqipëri nuk dalin dot në rrugë. Nuk lëvizin dot me autobus sepse i sulmojnë turbo-albanët. Nuk shkojnë dot në kafenet, pi një kafe me miqt. Kaq shumë po vuajnë shkencëtarët në Shqipëri. Kaq i madh është ndryshimi midis Shqipërisë dhe vendeve perëndimore. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.